Një nga pyetjet më të shumta që marr nga sipërmarrësit të çdo stazhi biznesi, nëse janë të vegjël, të mesëm, të mëdhenj, është nëse duhet të bëjnë marketing organik apo marketing me pagesë, pra marketing social apo marketing të ndryshme që nuk kanë aq shumë pagesë, buxheti, por nuk do të thotë që ata nuk punsojnë njerëz, dhe cili funksionon më mirë dhe cilin duhet të bëjnë. Dhe kjo video është pikërisht për t'i shpjeguar dhe edukuar të gjithë që po mundojnë të kenë një biznes, të kenë një markë, të rrisin një audiencë, të kenë shitje, se cili marketing është më miri për ju dhe ti edukoni pak a shumë se çfarë përfshin secili marketing dhe si bëhet, dhe mbase dhe sa mund të kushtoj. Prandaj shikoni këtë video deri në fund dhe mundoni të lini një koment se çfarë biznesi keni, çfarë marketingu keni përdorur më përpara, që të mësojmë dhe edukojmë njëri tjetrin dhe nga eksperiencat, që pse jo, nëse është një koment që unë marr mjaftueshëm njerëz të interesuar për përgjigjen e atij komentit, do bëj një video tjetër për t'ju edukuar më tepër. Prandaj mos harroni të bëni subscribe, ndjesni njoftime që mos u mbisni video edukuese se si ju të rrisni biznesin tuaj, jo vetëm lokal, po global. Kur ndërton një biznes online, një nga vendimet më të rëndësishme që duhet të marrësh është si do të sjellësh trafik në website apo në rrjetet e tua sociale, se si do t'i tërhesh njerëzisht, jo vetëm të marrin vesh nga marka juaj, por të besojnë tek ju dhe të blejnë produktet dhe shërbimet tuaja. A do të fokusoni në marketingu social, në marketingun organik, apo pse jo edhe në marketingu me pagesë? Të dyja funksionojnë normalisht, por në mënyrë shumë të ndryshme. Duhet të kuptoni dallimet që të ndihmojnë të zgjedhësh qasin e dur për qëllimet që ju keni, buxhetin që ju keni dhe në fazën që ju ndodheni në biznesin tuaj. Marketingu organik ka të bëjë me tërheqjen natyrale, organike të audiencës pa shpenzuar para me buxhet reklame, pra me kalimin e kohës, pa paguar për reklama, dhe nuk do të thotë që s'se kushton fare para, sepse tek e fundit mund të duhet të punësosh dikë të bëj video editime, mund të duhet të postosh dikë të dërgoj diçka, por është koha e skuadrës apo juve që ju e përdorni si strategji. Përfshin gjëra si postimet në rrjetet sociale, nëse është Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, mund të përfshi blogje, këto mund të jenë blogje që ju postoni ose artikuj në website-in tuaj apo në website të tjera që ka një qasje më të gjerë dhe mund të ketë shikueshmëri më të madhe. Mund të përfshi SEO, Search Engine Optimization, që është pak a shumë kërkimi që njerëzit bëjnë në Google, keywordet që ti përdor nëpër video, nëse është në YouTube apo në Google, që njerëzit që kërkojnë në mënyrë organike të shkojnë te website-i juaj apo video juaj që ju keni postuar. Normalisht, jo të gjithë të bëjnë SEO, sepse do të kesh një farë eksperiencë, një farë njohurie. Pastaj kemi marketingun me email ose email marketing. Ky është një marketing që juve duhet të keni një farë liste emailësh, se normalisht nëse ja dërgon gjikallave këtë email, dhe askush se lexon çfarë kuptimi ka, ku ju po i edukoni, po ju ushqeni me informacionet e duhur, nëse është edukim, nëse është diçka më shumë për juve, që në një farë mënyrë i ushqen njerëzit që të blejnë nga ju dhe të krijohen fan si juaj po me anë të emaileve, ase ndonjëherë njerëzit kanë folur të përdorin dhe mesazhet. Investimi kryesor këtu është koha, jo paraja, pra koha juaj e skuadrës, pra ti krijon përmbajtje me vlerë që ndërton një besim, një komunitet që të ndihmon të pozicionohesh si autoritet në industrinë tënde, në fushën tënde dhe tërheqi klientët e tu ideal në mënyrë natyrale. Avantazhi më i madh i marketingut organik është qëndrueshmëria. Nëse ti e bën me konsistencë, do ketë afatgjat, sepse një postim që ti e poston sot apo një artikull mund të vazhdojë të jetë optimizuar, të marrë shikueshmëri dhe nesër dhe mbas një muaji, ose një video YouTube-i ndonjëherë ka shikueshmëri dhe mbas një viti, mbas 5 vjetëve, 10 vjetëve, gjë që nuk ndodh kështu në reklama, sepse kur mbaron buxheti, mbaron dhe shikueshmëria. Kjo të ndihmon të ndërtosh marrëdhënie reale me komunitetin tuaj, me ndjekësit tuaj, të mësosh më shumë për problemet që ata kanë, që dhe ti zgjidhjet që jep me anë të shërbimeve dhe produktet tuaja të jenë më të qarta, sepse ke një farë relate dhe po i dëgjon se çfarë thonë, çfarë komentojnë dhe çfarë kërkojnë më shumë. Për shembull, nëse një trajner fitnessi apo që ka mbas një palestër poston çdo javë ushtrime se si të bësh muskuj në YouTube apo se si të rish në peshë, të humbësh peshë, dhe ndan këshilla falas që bën pak a shumë marketing organik, nëse është YouTube e tjera me radhë, krijon, ndërton një besim dhe më vonë mund të shes programe, trajnimi individual apo guida apo produkte digjitale apo shërbime të ndryshme që kanë të bëjnë me këtë. Ana negative është se kërkon durim dhe vazhdimsi. Nuk mund të bësh një herë, dy herë, një muaj, dy muaj dhe thuash o nuk funksionoi dhe të heqësh dorë. Duhet të kesh besim,
të improvizosh, të mësosh, të bësh pak ndryshe nga të tjerë, dhe të vazhdosh të implementosh strategjitë, të shkosh çfarë funksionon, të ndryshosh dhe të avancosh dhe tërkohës të fokusosh në këtë gjë dhe do keni rezultat. Po shumica njerëzve nuk e kanë durimin, nuk e kanë kohën, nuk e kanë mbase idenë dhe strategjinë e dur dhe heqin dorë shumë mirë. Kam pasur një klient që na kanë punësuar për të menaxhorit të sociale, kemi bërë punë shumë të mirë, po na ka dhënë vetëm 3 muaj kohë që të shikoni rezultate në shitje. Në fakt, unë kam pas ndjekës që më kanë ndjekur për 1 vit, ndonjëherë dhe më gjatë apo më shkurtër, dhe atëherë kanë detyruar, kanë thënë hey, të kam ndjekur kaq kohë, ti s'jam bërë mbar për të shkruar, jam interesuar për shërbimet që ofron. Prandaj nuk do të thotë që ti poston sot edhe nuk do mori një klient nesër dhe do thotë që nuk funksionon. Ndonjëherë njerëzit mund të gjejnë nga Google-i, mund të gjejnë nga një faqe tjetër që keni postuar, shikojnë videot e tuaja, mbasi te videon e 15 apo 20 që keni postuar dhe ajo i mbush mendjen që t'ju sponsojnë për të bërë klienti juaj për shërbimin që ofroni apo jo. Prandaj shumë sipërmarrës që nuk kanë durim, bëjnë një kombinim të marketingut social dhe atit me pagesë. Prandaj nuk është gjithmonë një gjë apo tjetër, ndonjëherë janë shumë gjëra të përfshira. Jo të gjithë bëjnë SEO ose email marketing, po fokusohen vetëm në marketingun me pagesë apo marketingun social. Duhet të dini se ku i vini parat dhe cile platformë apo strategji do marrë rezultatin e dur sipas qëllimeve që ju keni. Unë personalisht jam fokusuar te marketingu pa pagesë ose social, duke përdorur gjitha gjërat e ndryshme përveç SEO, email marketing, kam gati me strategjinë e rrjeteve sociale, kam bërë gati 8000 emaile, normalisht që të gjithë i shikojnë. Kam shumë rezultat nga Facebooku dhe Instagrami. Normalisht postojmë dhe video YouTube-i për të kapur një audiencë që është më SEO friendly. Dhe vazhdoj të postojmë rregullisht. Prandaj ne postojmë ndonjëherë 5-7 herë në Facebook. Kemi një grup në Facebook Supermarket Shqiptar në mbar botën ku janë rreth 42.5 mijë anëtar mbas janë rritur nga koha që do postojmë këtë video, ku është krijuar në një periudhë 3 vjeçare. Si fillim ka qenë një mbështetje për sipërmarrësit, një rrjet komuniteti ku njerëzit mund të bëjnë pyetje, mund të promovojnë biznesin e tyre, kërkesa përgjigje, të bëjnë bashkëpunime të ndryshme sepse janë vërtet sipërmarrës nga gjithë bota. Dhe ky grup ka arritur që të jetë vërtet shumë aktiv dhe vërtet shumë njerëz kanë gjetur vlerë, kanë bërë klient nga grupi, kanë bërë miqësi dhe gjithashtu kemi bërë dhe evente networking që ka qenë virtual ose fizik, nëse kanë qenë në vende të ndryshme si Tirana, Montreal, Connecticut, Massachusetts e Merall. E keni linkun se si të bëni pjesë më poshtë në video. Por nëse ju jeni një kompani apo një biznes i vogël apo një sipërmarrës që ka një farë buxheti apo ka një farë ideje, por nuk është i sigurt se cili marketing, nëse social apo cila lloj strategjie marketingu organik social do ishte më i mirë për ju, duke bazuar në qëllimet që keni, në vështirësitë që keni, në buxhetin që keni, stazhin e biznesit, ne ofrojmë një konsulencë falas 30 minutash me mua ku ne do analizojmë pak a shumë kompaninë tuaj, target audiencën, qëllimet, buxhetin dhe do t'ju rekomandojmë se çfarë marketingu dhe çfarë strategjie apo platforme ne ju rekomandojmë të investoni parat tuaja. Normalisht mund ta gjeni linkun më poshtë. Gjithashtu kemi një playlist që mund të shikoni dhe në anën e djathtë të kësaj videos, ku keni këshilla të ndryshme rreth marketingut social, strategjive të shitjes e shumë benefite e guida resurse që ne japim, që juve të edukoni dhe të kuptoni nëse cili marketing është i duri për ju. Ndërkohë komentoni cili marketing ka pas vlerë për juaj, apo çfarë ka funksionuar për juaj dhe çfarë biznesi jeni, ku jeni që t'ju mbështesin dhe pse jo të kthejmë një përgjigje me një video për të vazhduar të edukuar më shumë. Shihemi në videon tjetër.